Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje edhe këtë të hënë të nxehtë Kogja kështu, edhe kjo është veç fillimi se ju kom tregu javën e kalume që kjo javë ka me qenë jo e nxehtë, po flak deri në 37 sim. Javën e kalume ka qenë deri në 38, sot kur hyna me konfirmu mos ka ndonjë ndryshim deri në 37 ka. E pas ka ulë për 1 gradë. Për 1 gradë, ama të njëjtën është ajo dita që po pritet me qenë më e ngrohta e javës, kështu që ju lutem bëni kujdes. Sidomos ju që nuk keni gjendje të mirë shëndetësore, po ja para prik kështu institucioneve shëndetësore, bëni kujdes këtë javë, mos dilni nëse e keni patjetër pa dilni, po për ndryshe mundoni me qëndru në për vendet të freskëta. Edhe sot si çdo ditë tjetër kena me qenë bashkë për 2 orë të plota, 1 orë me Koavizionin, edhe 1 orë kena me qenë vetëm me Glam Radio. Kështu që mirë se erdhët, uroj që jeni mirë. Për juve që jeni në komunikacion nga ky moment mundin me na dërgu foto, me na tregu se cilat janë pjesë të ngarkuara, nëse ka të tilla thjesht na dërgoni një foto në Viber në 049 978 978. Njëjtë numër që mundni me përdor edhe për telefonatat e juaja, e ju presim me u përgjigj për pyetjen që e kena bë për ditën e sotme. Do ta falenderoja. Keni me falenderu për diçka, çka do qoftë ajo, na tregoni në 049 978 978. Më intereson sa persona janë që të listën e falenderimeve. Po a është një për momentin, apo ka ma shumë se një? Po shpresojmë për me pas ma shumë se një. Ti shtash me pas ma shumë se një. Okej, po kena mi u prit, mi u dëgju edhe bashkë dojna me ditë se a i një falenderus, atin kur dikush bën diçka për juve, sa i një falenderus, ose dhe sot a ka ndodhur diçka interesant për cilën kishim me thonë faleminderit. Ose po shkallëve me ta bu dikush që po të nimoj pak, atin po të shty dhe indika. Ata dikush i do pësuva. Ata dikush po do kësh mira, mi thonë faleminderit. E te jo, do më thonë ka shumë arsye. Ata dikush mos i shtatzon. A mos ta boni dikush bajat edhe ti e thapet faleminderit, nejse. E po du me falenderu, po du me startu kështu. Po e hapi. Hajde me falenderim. Po du me falenderu një punëtor dikon nga një siti i policisë që kanë telefonu edhe kanë thonë a mund të lutem me largu veturën, do më thonë pa vrejtje, pa dënim, veç që i ka pengu dikujt edhe a mund të me largu veturën me shumë mirësjellje. A shkove te a? Po. Se si thajte të largu vet? Masi ko ke që ka qenë masi ko ke që ka qenë mirë, hajde. Kushdo që është ajo punëtorja, se ka qenë punonjëse e policisë, du me falenderu publikisht që s'm ka dënu, veç më ka thirrë në telefon. Unë ju kisha falenderu ndryshe, po nejse. Po jo, nëse do më thonë ishi ardhja kështu je kret kerën, se jo veç me ja thirr telefon, te shkolla kum pas me himrana në shkollë. Po në rregull te po, me ja bo që po ta largojnë ana, po ta bojnë ani xhiro, lëth la ditë deri sot. Ti krym punë te shkolla te. Si ka pas Chelsea, se më shumë knasi, ka pas Chelsea, çeni xhiro disa të vi. Hajde po shkojna me këngën e parë që vjen nga dhurata Dora edhe Ani Gonzalez. Çaje. A çaje edhe kjo pas ka po, okay, hajde. Sé que mi cariño y el po i rrin mirë, po i rrin mirë se cili zhondër që po kënan, ose më çfarë do bashkëpunimi që po bën, po i rrin mirë. Me gusta. Te gusta, okay. Ju që jeni në komunikacion këto momente, ka kolon pjesa poshtë Vetërnikut deri tek rrethi Duplex. E ngarkuar është edhe udhkryqi Menzës për tek komuna dhe ana Sjelltas. Pjesë tjera nuk ka të ngarkuara ose nuk ka të raportuara deri në këto momente për çudifi unë. Që s'ka do më thonë kolon, po ndohet që diçka ka bo, jo deti, jo s'diçka. Nëse Petrol Kompani ju jep derivatet më të mira për juve që dëni me udhthu, do më thonë kudo. Kur shkoni me rimbush makini me derivate, mos harroni mu bo pjesë e lojës shpërblyese, se secila mbushje në vlerë mbi 10 euro, ju boni pjesë e lojës shpërblyese dhe mundni me fitu shumë shpërblime, ka dhe udhtime, ka dhe vetura, ka dhe gjithçka. Kret mundni me i pa në Facebook, nëse shkoni tek Petrol Company në Facebook, mundni me i pa se cilat janë shpërblimet. Po ju presim me fol për temën do ta falenderoja. Kon. Qysh është më Qysh tek. Po kon, qysh tek. Çka keni me falenderu, veç ju e dini. Dikush mund të falenderu edhe ujësjellsen, dikush termokosin. Kushikja për shembull, unë po e pata në menin, më thash këta të kush po na furnizon tash me rrym. Kekun me falenderu. Se ishin rrotë bloqe, po tash po e marrin atje pi dikujt na se di. A mona rrym kena. Po gjithë, po që për çto kesh falenderu se kemi rrym si premtën. Po.
Sidomos këtë javë, domethënë, mos e qoftë me na nol rrymë. Se prej të martës deri të premtën e tham që temperaturat kanë me qenë tepër të larta, një val e nxehtësisë pritet me na pushtu gjatë kësaj jave, kështu që ju lutem mos nalni ujë, mos nalni rrymë. Alo, përshëndetje. Jo, shkoj, domethënë. A di çka është me shumë e rëndësishme? Sekonda. Jo, sa a di na telefonata që afrohet aty te televizori. Nuk është problem. Me rëndësi që këtu minimalet nuk janë shumë të larta, se i prita kur është 37, tash ka me qenë minimalja 22-3. Po është 19 gradë ose të nesërmit është 15 gradë, bile këtu minimalet natën mujna pak mu fresku. Që është shumë e rëndësi. Sot qenë ka 31, edhe kjo real feel ko ka 33. Minimalja 14. Nuk po du me pranu qëto real feel. Qka është kjo real feel, mos bëne e gare, thuni 33 është. A është e vërtet që matja e temperaturave botën në hije? Në hije, po dhe është në hije së rrejt gjithë. E kërë ekspozohesh gjellit, dhe më temperatura është 33+. Po 33 se... E në vetur kërhin e ki 40+. Aty marët ku e ke lanë, po me lanë në hije 22. Po me lanë gjellësione sot për shambull, ka 40+. Kjo e ka njetë ku shkën do me thonë mi mbyll dritaret dhe me bo një zaun shme. Po, shumë ide e mirë, se me pagu. Që telefonata. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Teta Kiki. Oj, teta Kiki, që shqe? Mirë, jo e një mirë. Që shkallove a Pekin Z? Jo, e kam këtë air condition. Mirë shumë. Shpëtimi i ditëve të nxehta. Hajde teta Kiki, tregom ti kone kështë falenderu sot. Unë sot e kisha falenderu të ndjerin, valtarin e ansamblit Shota Shkelzën Zhubi, inshallah zotin paraj se ka dërgu, o bo sebep, ta disha dhe me thonë, që une më arpej Gjakovës në ansamblin Shota, mu pranu, e kum pas një jetë shumë të mirë, aty e gjeta bashortin, u martu më bashk, edhe kemi shetit në për gjithë botën. E keni pas një jetë të mirë. Shumë një jetë të mirë e kom pas. A i ko ka konë një farë mësiti kështu, një farë ndërmjetësu si i pa qëllim shumë. I kalova lumej që thojnë dush me kalu lumej për Gjakovës dhe në Prishtin, edhe u martova në Prishtin, këngëtarë në ansamin Shota. Shumë mirë. Edhe diçka me tregu. Hajde ti ta Kiki. Veç mos qeshtni. Vajzat, ty në herë da dishi shkojshin me mësune për të shoqat. Po? Ti ke shku te... Bile të Sarajevës është, këtu të raptorja Sarajeva. E ti qka mësë ishe të ta Kiki? Valze? Une të shashkobë mësë. Shote me ka mësë aty. Hapa të shote si ka mësë aty. Aty, kur ka shku në shpit kësaj shoqës, aty ka qëllu gjyshi vetë. A i të panin të nësër kjo shote. Edhe, qka gjyshi? Burjem ka këndu, edhe turqisht edhe shqip. Kitë fala për ishe në shalës. Falimderit shumë. Falimderit të tja Kiki, të përshëndesim. Djallë kunatës e kam, jo. Edhe a i gjyshi e ka vetë qikën teme. Që atë punon baba e nona, ka thonë, baba më kënon nona më këcen. Ka thonë, apo bon hajgar, jo bre, ka thonë që ashtu bre kjo. Ka thonë, baba kënon nona më këcen. Ma kujtove një Barcelet, me të tja Kiki. Po, pëshqisojnë au dojnë Barceleta. Ju du shumë, ju shumë. Falimderit, që na një se ka shmi revizionin. Ciao, tëmë. Që kjo është do me thonë, thotim që e të polit më këcej. Shoqë që tash ka ishin me mësu, Na që aty bak e ushtrej shumë shotën. Nëse s'di atëre s'ka pas Go Plus, po tash ka Go Plus, përveç se është pia numër 1 në vend, pia energjike numër 1 në vend, po na jep edhe dhurata, po vazhdo me dhuru vetura Avatar 12. Ju që doni mu bo pjesë e lojës shpërblyese, mos harroni mi mbledh kodet që i keni nën kapak. Në kapak e keni një kod që ato dërgoni tek loja goplus.com, edhe sa ma shumë kode që dërgoni, aq ma shumë shanse keni për me u bo pjesë e lojës shpërblyese. Alo, pas ka shkus në ka prit. Okej, e nisu me gjyshën Kiki që na tregoj, do më thonë, kone ka falenderu, edhe na përdojna me ndëgju falenderimet që keni me bo për dikon. Nëse keni një falenderim për dikon, ndoshta edhe që s'ja keni thonë asë njëherë, po ndoshta edhe që, thamë, ka ndodhë që tash, për momentin edhe që do të me falenderu diçka. Ja ku e keni mundësin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Përparim si e? Shumis. Si ke kalu? Shumis. A e kinë zet? Dhe së dush. Leu, vaj, dhe për të shme e përshu.
sot është nxehtë, po gjithka. Krejt java ka me qenë përparim. Hajde tregona kon ki me falenderu. A ki me falenderu dikon? Po. Kon ki me falenderu përparim? Për në vajzë në këvëllë për njerëzve s'kemi shkanë në rrugë të. Jo, na një njerë dikon me falenderu prej njerëzve kena fjallën përparim, mos na dilni jashtë temës. Po, për njerëzve, po në temë, në temë, sa një stemë dhe të gjithë që përshqimë në këllë me Allah. A e kina i ka na i shok, na i dikon që ka bo diçka për ty edhe që dush me falenderu? Po. Hajde, kush është ai? Pse dush me falenderu? Pse s'pëgjë unë të mësoa ku s'pëgjë me thonë sa në dhe në falën me shumë basi berat të tërqofës kampionit të vetë ligjit. Baci Berat, ha? E përshëndesim Baci Berat edhe ty të falenderojna shumë që na ke thirrë pas një pasditet mrekullueshme. Përparem kalofsh mirë. Po për ndryshën ai na tu vol për njerëz, më filloj me tham. Po për njerëz, për qenie njerëzore. Për ata që domethënë bojnë diçka për neve edhe që duhet më jap një falënderim që e meritojnë një falënderim. Ose që kemi kështu pak drojmë me shpreh emocionet falënderimet. Ka shumë njerëz që ndjejnë shumë, po munden me shpreh shumë pak. Ka shumë prej atyne, ka. Prej natyrës që nuk munden me shpreh. Është njëna e një shumë mirë, më thonë. E ndoshta këtu përmes telefonit me neve bashkëbisedim, ndoshta e keni pak më lehtë me shpreh falënderimin. Hajde desa, po do të thonë që ty të falenderoj. Jo, vistash ka njerëz, do të thonë që kanë problem me shpreh falënderime, çapo diën mirë njohje eksisane. E kam pak problem këtu për natyrës. Kështu thell dikun e kanë ato apo se thonë. Ndaj Rifadies që ka bënë një djalë kaq bukur, kaq të mirë. Ti ma puni baklavë. Për baklavë. Hajde tjetra. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon? Po, Limoni. Hajde Liman, çu je? Mirë faleminderit ju. Mirë, faleminderit. Kon kimë falenderu ti sot Liman? Ndoshta ti po dal pak më falenderu si dikush tjetër. E falenderoj gjithë ata që kanë kontribuar për çlimin e Kosovës. Një person, po supozojmë. Hajde, ajo është një listë shumë e gjatë e njerëzve, secili ka dhënë kontributin e vet. Po ti personalisht kënë e kishe falenderu për diçka që ka bëu për ty. Ju mos flasim tashmë për masa shtetërore, komsie. Jo. Se i thot ai kush? Mas pori, mos me pas punë që ata Po bre Liman, po mundi na herë me marr pak me sportivitet, pak me hajgare këtë farë emisioni, mos shkojna në tema luftës, tu çkës. E falenderoj Malina Kalmane që na ka Po çebre. Lumt. Faleminderit. Domethënë, çe kreti kisha menu sot për falënderime, çit falenderojmë se kisha menu. Edhe aty sa mirë bone. Ja po shka është. Po është, edhe do po them çfarë. Po shumë mirë ki. Nisu kur e thash me sportivitet i ka shku me një të sporti. Po, i ka shku te sporti. Të përshëndesim, ke shumë e mirë, për ndryshën e du me falenderu Dua Lipën. Që do më thonë një 2 net atje në Londrën e ka drill komplet. Edhe i ka kallzu edhe njerë se çka dina me bona. Po përveç asojna du me falenderu që ka me ardhë këtu edhe ka me knu edhe këna me pas shansë për me pa krejt që ato. A më nuk është fair me thonë çka dina me bo na. Jo, çka din me bo ajo. Se Kosova nuk e ka që Dua Lipën aty ku është. Ajo çka din me bo. Po na çka dina me bo është me përkra. Ajo po bën shumë për Kosovën, e na nuk është e kemi qua aty. Na nuk e kemi qua aty Duan, e as një artiste tjetër botërore. Fatkeqësisht edhe Majlinda me qëra fjala ka shkuar aty me forcat e veta, edhe me tonin mbrapa, edhe me talentin e saj, se Kosova Nëse nuk ja kisha dhon ato merita, nuk ja kisha dhon atë. Faleminderit, po thot respekt Rifadia, po. O t'lushin tu. Ka shumë ikse vish pak. Një zamra. Jo, ka shumë ikse lule, atë që thonë në mos çani si lule. Ja si trëndafili. Ta bën kështu me qëllim. Prishtina Ticket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës që ju mundson me udhëtu drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut dhe Anasjeltas me çmimet më ekonomike. Për juve që doni me udhëtu në drejtim të këtyre destinacioneve, ja mos harroni me zgjat Prishtina Ticket.net. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni dhe si kaloni? Shoku jam i gusht. Mirë, faleminderit edhe në shumë mirë jam. Bater, a e kini falenderim për dikon? Mas pari, deshta për familje me thone falenderoj gjithë ata që respektojnë. Na i person, përmen ma një person që dush me falenderu që ka bo mirë për ty. Ata ka qitë na i kafe Batir dikush sot, atja. Mi thonë falenderit publikisht.
O barë për kafe soni. I falenderoj edhe juve që po falenderoni kur po ju thras. Okej, faleminderit shumë. Tjetra kina ikon. Falenderoj dy shok që kur më kanë zonë rryma 75 kW, ma kanë pështu e jetën se më kanë zbrit për 17 metrave në tokë. 17. Po ata që harrojt gjithmonë i falenderojnë. Kjo është diçka për me u falendëru publikisht. Gjithë jetën kjo varpunë është me ju falenderu. Faleminderit ty që na thirr gjithmonë batere pas një pasdite të mrekullueshme. O gjithat mirët ju uroj se jeni të shkëlqyeshëm. Faleminderit Batir. Gjithë nacionin jeni Respekte. Për çfarë fojna shumë. Respekte. O Batir, ato ka të bëjnë ai sen kjo puna e rrymës që e kaq pozitiv dhe kaq person i lumtur. Prej që ka kohë rryma, domethënë ja ka nxjerr pozitivitetin, negativitetin ja ka shkri. Plus minusin ta ka heq. Ja ka shkri negativitetin, jeve të është pozitiv tash gjithmonë. Minusin se komo, e ka heq minusin, veç plusin e ka. Ja ka zhduk minusin rryma. Batir plusi. gjithat mirët. Faleminderit, përshëndesim. Faleminderit. Bashkë me Ju se juve. kish kputur edhe tokzimin krejt ju, domethënë. Hiç presnim ky për ato sene. I ka heq këto Sa sene. pyes diçka po leve. Po leve s'ka ka lidhje me zbaj gore. Unë du me falenderu Ipkon që është me neve kudo që shkojmë gjatë udhëtimeve tona, qoftë në rajon, qoftë në Evropë edhe në Amerikë, keni super oferta, kështu që nëse doni me udhëtu gjatë këtyre ditëve jashtë Kosovës, merreni pakun trip me 2 GB internet me 10 ditë ju zgjat interneti. Këtë çka duhet me bo është me thirr në yll 345 yll 3 thurje edhe aktivizohet pako trip. Nëse shpenzohet paraprakisht vjen një mesazh që edhe kaq ditë keni afat për shembull për pakon, nëse doni me reaktivizu e keni kodin aty që ju vjen, kështu që kudo që të shkoni internetin me veti. Alo, përshëndetje, telefonata. Mirdita, kush na telefonon se s'na përshëndet tani? Rakipi prej Gjermanie. Qysh je? Mirë jam, shumë e rjukëshyri, edhe kuron tema për mu ju thirri. Faleminderit. Edhe pata fat me marr lidhjen. Faleminderit. Edhe çka konë kështu falenderoj. Unë kisha me faleminderuar të ndjerin kushurin i cili në vitin 72 më ka qitë në Gjermani, në atë kohë. Po? Ta shikon 75 vjet. Edhe në penzion jam. Okej, edhe e kështë falenderu se ke pas një jetë të mirë. Për fat keq është i vdekur, Po? Zotin është ama di, e ato unë e kam pas gjithë men. Okej, do me thonë mirënjohja jote është e përjetshme, pavarësisht sa jeton as jeton më personi. Po tregon pse je falenderus, pse je falenderus? Ju kur falenderu kur u kon gjallë, po besa edhe i smut kur u kon e kam përshëndet. Po, okej, kjo është me rëndësi që ja pas ke thonë. Ja pas ka ditë. Ja pas ke thonë edhe ke qenë mirë, e ke tregu mirënjohjen. Faleminderit shumë. shumë. Me familje, tash kam edhe shtëpi edhe fëmijë. Shumë mirë. Domethënë, I paç mirë gjatë fëmijët edhe i gëzoj gjithat mirat. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Faleminderit se më emocionu pak. Unë e falenderoj Autotradin që e ka sjell Toyota në Kosovë, që na e ka pru këtë super veturë edhe ju mundeni me u bë me veturën Toyota sepse ka ofertë në shumë modele të Toyotës. Po më ju tregoj për RAV4-shin që është hibrid 220 kuaj fuqi, edhe vjen me çmim promocional 45900, 2.5 hibrid, 4x4, 10 vite garancion. Për dini RAV4 është ajo vetura e madhe për familjen. Ju mundeni me shku tek Autotrade edhe ka mundësi financimi, do më thonë përmes gjitha bankave. Për juve që doni me marrë me financim bankës, mi thonë bankës faleminderit që për ma financën këtë super vetura. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje tim. O, Abedin, si e? Mirë, faleminderit. Ju se ne. Si më kalon? Që vish më falenderu. Qyshe ke pas vikendin mirë? O, mirë shumë. Po më vjen shumë mirë. Abedin? Përna. A kimi ju falenderu dikuj na? Po. Ju falenderoj juve tyve s'pari që na keni dhënë mundësinë me falenderuar dikon tjetër. Faleminderit, po. Tash dikon tjetër falenderoje? E falenderoj gruan s'pari. Për çka pe falenderon gruan? Po shumë tjera. Që Zoti. Po kryesorja që? Çka është kryesorja që e falenderon gruan? Për çka e falenderon mas shumë ti gruan? Gruan e falenderoj se që t'ka duru to. Ka bo shtëpi. Ka bo shtëpi, okej. Po më vjen shumë mirë. Në çfarë mënyre ka bo shtëpi gruaja? Po se i kena 2 fëmijë, shqyqër Zotit si drita janë. Ato e keni bo në bashkëpunim, po? Te gruaja te Zotit s'ka. Okej. Po të falenderojnë e ty që na ke thirr edhe pas një pasdite të mrekullueshme. Ju përshëndes.
Edhe unë përshëndes Abedin. S'ka ma mirë se me qenë mirënjohës ndaj personit me cilit ke zgjedhur me kalu jetën edhe s'ma thash ç'është duhet. Se? Jo. Falenderoj. Është ajo që thënë ti. Po e falenderoj vëlla, ti thuj drejt. Faleminderit gruçi po më duron. Ke shpreha shumë e mirë që më ka bëu shtëpi, se banesë shtëpi si objekt mundet me bëj gjithkush. Po është ajo ndjenja. Është ajo shpreha anglisht home që është pak e thellë kështu. Ne mos baj gore edhe ti mos u mundon vetë. Ja ka vetë që ka duru. Se shqip s'po di ç'është më ndo, po anglisht është ajo house edhe home. Po. Që ka ndalim. Këtu banesë dhe shtëpi, këtu e ka bërë shtëpi, domethënë. Na banesë, asfalt banesë. Mu një e jam ja banesë. Po veç par banesë se. Banesë, faleminderit që më bënë banesë. Në majet banesës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. O, kush na telefonon? Melgimi se Çavushi që është dëmi. Po cili po dënë ti sot? Cili e ka një falenderim special sot? Çavush ma mirë, Ma unë e thuj. Hajde, kon kemi falenderu sot? Ju falenderoj juve për emision që e mani. Faleminderit. Na jep një kënaqësi. Faleminderit. Për një person e falenderoj një këshi që e kam këtu të banesat. Pse? Kur jam unë atje në Belgjik, ai kujdeset për banesa sikur me konë veta. Veç pak se ma përzive, këshiu atje në Belgjik, që kur vjen Kosovë kujdeset për banesa, kundërta. Këtu në Kosovë, sa atje. Këtu në Kosovë, sa atje në Kosovë për momentin për i vjen. Në Kosovë jam. Okej. Atje s'ti këtu kur sa me në që në Belgjik. Ja. Falinde do të na fa pak. Atje s'kam këshi në Belgjik, Heq? Najn? Okej. Najn. Edhe çka bën ky fshiu për ty? Kujdeset, mos pelo ujt, mos përkërset, mos anej. Kështu çato ditë që ku me orë. Tash më shtin edhe mua me falenderoj publikisht edhe dy tjerë. Mi kujtove edhe mua do kojshi. Atje te mami, jo këtu. Gjafën edhe cufën. Na e pastrojnë barin, na e rregullojnë borrin. Kreti bojnë se më kërsim jatë. Këshia e mirë. Këshia e mirë, s'ka të pagu me definitivit. A ndodh dhe më thonë atje ku jeton ti ashtë një këshi mu kujdes qështu për banesën tonë? Pe jo, besu interesant. Jo, nuk ka se... Kjo interesant vishë ta qëtë mujën? Ka zënë që ka shtë mujë? Normal. Në mujët. Po, në mujët. Na veç shqiptarët i bojnë gajlet e tjerve kështu pa fare. O, sa mirë, bre, për që ta bre thom jena populli ma i mirë. Ka njëherë. Jena gjithë, dhe që ka njerë për në telekesja se të mirë jena gjithë. Faleminderit shumë që na kujtove që do të mi falenderu edhe fqinjet. Që kujdesen jena aty për neve në momentet ma të shtira dhe për fëmije, për gjithë shka tjetër do me thonë mujnë me kona aty për ty. Alo? Jo, para se me ardha, jo, kjo është ajo telefonata që e falenderën. Falenderoj që e mon telefonin nga televizorit ka të shumë. Enza Home është vendi ku duheni me shku me i pa mobilet e mrekullueshme, me dizajnet më të mira, me kualitetin më të mirë. Përveç që mobileve të mrekullueshme atje gjeni edhe shumë aksesor, tepe, ndriçuese, çapo diun e po, mos harroni mi pa dhe dollomat fjetjes që keni e dy shekun dhom fjetjes se keni tja tash bedding, tani keni me na thirrë me na falendëru, me thon faleminderit se na keni shumë në një vend të mirë. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje ju dy, ku jeni mëre? Çka po mdoket e dikon e falenderon. Ja, la se vetën. Vetën, që ta thash e diun e kone falenderon. Ja, kom në ru. Ja, kom falenderu të zisar vetën. Hajde kom po do me falenderu, vish sinqeresht. Sinqeresht, sa du mi bot dy falenderime, se dy falenderime, njënin në rolin e jashtëkësorit dhe njënin në rolin e biologut, se në kom studiu biologjin në Kosovë atër para luft. S'ki nevoj mu fry, po? Jo, më sorry. Se ke bonomi njashtë të Po, për veti e ke studiu, po, jo për mu. Në pozitë të një biologu të ta falenderoja majmunin e por që ka vendosur mu bon njeri, i lumt. A beson ti teorinë e Darwinit ta? Jo, nuk e besoj, po në pozitën e biologut. Okej. Çka thot shkenca deri tash? E falenderoj shumë majmun që i ka shku menja, veç i ka shku menja, do më edhe që promovon njerëz. E dyta? Ama jo të gjithë. Pozitin e jashtëkësorit, në falenderoj jashtëkësorët që na kanë vizituar tokën para mijëra miliona vitesh, edhe që kanë vendos me transformu majmunin e parë edhe me bën njëri në laborator edhe ata po thuaj kanë bokit varpuna, ha? Ata kanë bërë 100%. Më përpara se Darwini, besoj. Okej, ky është mendimi jot, unë përshëndes mendimin tënd dhe falenderoj mundësinë e telefonatën tonë. Përshëndetje ndaj mendimit tim, jashtëkësor.
fjalët tuaj të mirë. Je i mrekullueshëm, kalofsh mirë ton. Respekte. Respekte ashtu kësor. A shkojna Denolbi mall se kjo çështë ç'të me shku paran. Hajde. Hajde. Tab është këshilltari juaj financiar që kryen kërkesat tuaja me shpejtësi. Tab, mbështetja e fuqishme për biznese. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familje sonë. Ty që punon për një të ardhme më të mirë, ne jemi këtu për të të mbështetur dhe shpërblyer. Apliko për kredi personale deri në 50.000 euro pa hipotek. Merr kredit kartel dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar vetur. Banka Raiffeisen. Make it happen. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Janë të saga që nisin e mbaron. E për këthejmë edhe njerë me falenderu Petrol Company që na i sjell gjithmonë derivatet ma cilësore, ma të mira për juve që dëni me marë derivatet ma të mira, ma cilësore, me bome ma shumë kilometra me derivatet e Petrol Company's vetëm mundëni me shkute se cila pike Petrol Company's me rimbush makine me derivate dhe mu bo pjesë e lojës shpërblyese, shumë shpërblime po ju presin është ma shumë se 10 euro, pra mbushja ma shumë se 10 euro me derivate, ju boni pjesë e lojës shpërblyese. Krejt informatat i gjeni në Facebook. Deri sa kem në Albi Mall, fillova i pash pak do mesazhat që i kanë dërguar, kena me lexuar pjesën e dytë, për juve që po na përcjellin këto momente, mesazhat i lexojna vetëm pjesën e dytë pas orës 17 në Klan Radio, klamradio.fm për juve që jeni jashtë, ju që jeni këtu, mund të më na dëgjoni 88.6 dhe 102.0 se e pash një falënderim të një vajzës për babën, e që ke shumë i mirë, po që duhet me një lexu vetëm pjesën e dytë, për na vjen keq nëse do më ia thon drejt, mundesh me na thirrë dhe më ia thon edhe pa problem. Po në pjesën e parë, do të thonë kena veç me telefonata. Sa i përket komunikacionit në këto momente për juve që jeni në përvetura, ju tregojmë se ku janë pjesët më të ngarkuara me kolon, ku metëm poshtë çto. Qasja poshtë Vetrëniku deri tek rrethi i ambasadës është pjesë e ngarkuar. Pastaj e ngarkuar është rrethi me flamurreti i spitalit dhe Anasjelltas. Qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës është pjesa më e ngarkuar me kolonën më të gjatë në këto momente. A shkojna me telefonatën e radhës fiun? Hajde shkojmë. Okej, ç'është? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Zagi. Telefonon nga Zoti Snomi, shoku i Cinit. Prej nga na telefonon Zagi? Ja, shoku i dy. Ai më duhet çush jeni? Që mirë gaz, ti çush je? Mirë. Sa të kem shumë sot 31, 32. Ai në Gjermani? Po. Edhe atje në zat. Okej. Shumë, po ti. Hajde tregom ti kënë këshë falënderu sot. 3 njerëz të vonë kam që i kësha falenderu. Kush janë ata? Edhe pse? Orën e kësha falenderu në mësusin të në parë. Po? Që ka qenë drejtori e parë që një horizont. Po e ke përmend edhe ma herët që je shumë mirë njohës për mësusin e parë. Mësusin më zni. I dyti është profesori Fabin, profesori kimis në gjimnaz, që tek kur jo shku ka kontet ja ka di znerën.
Kimis me falenderu dikush, më thonë kimie fizike. Kimi, fizik, matematik, zakonisht jenë kështu. Çudik, kapse nuk është domethënë stifinë njerëzve të tjerë, po. Edhe ky është janë fare jashtëtoksori, veç rreth i vogël jashtëtoksori kë. Po, edhe i treti? E treti është gruaja. Bashkë pijatynë është. Ja, po thonë se ju kom tregu rastin që kam pas me sy, do rastin me sy. Po. Veç po bëjnë e gore kas. Njeriu singu, thonë se në kohë të mira, si në kohë të vështira. Domethënë ajo fjallë më ka dalë, për arsye se është i vetmi njëri që për 24 orë ka qëndruar shembull gjithmonë afër, sikur në ksheti duhet për çdo nevojë me pas dika në krah. Në të mire, në të keq gaz, aty në komunë, s'është që i kena lezu fort ato që kena nënshkrujt, po... Absolut, po është... Shkru që aty dikon mes rresht, tash, në të mire, në të keq. është njëri diamant që ka kriju vetë Perëndia, të nëmë për zemrën dhe shpirtin e mirë. Se kër e bën diçka, kër ti e kupton kër e bën me përtes, ose pa përtes. Kër e bën me dashnije, me vullnet. Këto si pacient... Të rollin ata njerëz, definitivisht. Është meriton shumë falënderime dhe falenderoj shpirtërisht, edhe duhet ditë se cili që e du shumë. Faleminderit Gaz shumë. Gaz edhe na ty të falenderojna. Ore që ashtu të dëgju. Faleminderit. A ashtu të dëgju ajo? Jeni vërëkomu shumë. Po nuk ka gjithë dhe gjithët në gjithë programin ma shpërmume. Okej. Faleminderit, përshëndesim shumë të dyve, përshëndesim. Gaz, vish pak. A kime dollë në i ka sot, a shka? Ja. Se jetë të e lypë kështu. Jetë të ndrejsh pak të rejni në sene. Mi thonë tani gru ka me dollë në shëshni. Okej. Jo brevish, ka tema që ashtu, ka tema. Hajde përshëndesim. Hajde Gaz, tëmë faleminderit. Tëmë. Keni me qenë shumë falenderus edhe nësë nga dëgjoni neve, edhe shkoni e merë një atë Vespën. Na njënë prej tyne, cilën do, veç me rëndësi me qenë deri në 125 kubik, se ka dhe shumë modele tjera përveç Vespës që janë deri 125 kubik, edhe çka bani, e merrni derivatet falas për një vit. Qysh po flitet tash kanë me ushtrejnë për shkak të situatës atje tek na këtu domethënë afekton më një herë. Kështu që siguroni me marr një motor deri 125 kubik edhe derivatet falas për një vit. Shkoni në Ventura Motors, Automida i ka mundsu këto, edhe zgjidhni modelin që ju pëlqen, edhe shëtitni nalt të poshtë pa pare për një vit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Joza shkove, a? Shoku jot tash. Shkove, s'ka nga bëhe. Pse bre Joz shkove, pse s'resh edhe naj det? Mua se telefon e shkruve që shtatë. Pse s'er dhe shtrot pyetja? Ja, se s'po me thonë hecë, se unë vjen të më thonë, për din qysh. Që i thonë mëne? A di shka thuj, fi me regumin e shtyje e rikëtu. Ja, s'ka lidi, hajtë se ta kthejna këtë farë pune. Joz! A kime falenderu na i konë Joz? Unë nëse në ishte se du me falenderu jashtë të kësojnë, se 2 javë s'mujta me për cilë, e pra me kom për cilë, se që është kish pa më mua. Do më thonë, do me falenderu jashtë të kësorin, që sa mirë, do më thonë, ndëgjusin kër e falenderon nejse, a nuk ka veç ndëgjus, është pak jashtë të kësor, po më vjen shumë mirë që kështu e keni zgjedh qëto për me bojsh të falenderim. Me kriju shëshni? Se qka po të pëlqen të jashtë të kësori? Se ka mi pëlqyu a i fion. Qa të pëlqen veç i qudit njerës taj që shtu, së s'ka që ka me pëlqyu taj. Jo, ka bisit në të rjeshme, me në vërtet, edhe ka të njerës për kollushëm, se komunikujt, se unë e doshta me thirë pram, po qashtu më dhem koha, unë e me thirë, se pat njerës për kollushëm se e thirën. Po vjen shumë mirë, do më thonë që e ke falenderu publikisht, unë e po të falenderoj ty. Absolut, e meriton kështu me zemër. Faleminderit. Inshallah e rrugë zotë, unë të sëm lutna për këta njerës që janë mirë. Edhe janë vullnetare, po është, a e banë mirë vullnetare. Po, kretë vullnetare, kena diskutu këtë punë. Për neve, do më thonë, s'po na falenderesh, se nëse kena bashkë për vullnetare, kretë. Ta shtirë të jashtë të kësori na falenderon neve, që shtu e ka të ripin Joza? Falenderu për ju, për nuk e di ku ju hinë rroga ju, në cilën konto ju hinë. Në konto e bankës. Cilën bankë? Në qatje, do më thonë, vjen në shkon. Se të e di se të falenderojnë për me një herë për zdalë? Ej, do të thotë zoni është jashtë zakonisht, kom thonë edhe një herë për falenderuar. Shumë falenderit për të përshëndes, shumë jemi mrekullueshëm. Çka pa që tu se mora vesh? Për kualitetin e audios, do më thonë, këna pas një herë një diskutim, dhe ka po një farë krahasimi mes Glam Radios edhe radiove që janë në Evropë. Edhe ka thirrë dhe ka thonë falenderit për një radio, do më thonë, me kualitet tillë të zonit,
që mundemi me krahazu me kualitetin e radiove, se këto do të thonë pa modesti, radiove në Evropë, edhe që vazhdojnë do të thonë me qenë tillë, edhe që Joza e ka këto defekte edhe ai, do të thonë ka çef me një kualitet se ne, edhe ka një edhe ka vret, edhe ka thonë çysh është e mundshme një radio në Kosovë me pas kualitetin e njëjtë sikur në Evropë. Edhe për juve që doni me ditë glamradio.fm është për me ndëgju, për juve që jeni në Evropë. Apo doni me ditë pse o Joz? E ka prek njëri pa hiri, u çuni fëmia ka lëshuar sonë nga. Një fëmijë vogël e ka prek pa hiri. Edhe u boç ashtu. Ke bashkë me Brankon. Po, Branko vis pelja. Ai vis ta këshyrë. Të përshëndes apo. Përshëndesim. Zdia është halo, me po more çysh. Po more halo. Kështu thash, është halo. Gjina me gjyt me ujë rrugove se kom lon për me fladit shpirtin. Alo, telefonata tjetër. Alo, mirë mroma, mirë dita. Mirë mroma, qysh mirë mroma dhe një 4 orë. Mramje. Shpejt po e dita. Dimrit të na thu mirë mroma në këtë vakt, se bëhet po, terë. s'ka probleme dhe dimrit. Kush na përshëndet? Selvia nga Zvicra. Qysh je, Selvia? Shë kena Zvicrën? Shumë mirë, me programin e ju shumë mirë. Ani Selvia, faleminderit. A është nxehtë atje? A keni freskët? Vallai nxehtë po, shumë se jo pak. Po mirë, është mirë. Hajde tregom ti për koni ki falenderimin sot. Falenderimin mas pari, ju falenderoj juve për programin e juaj. Faleminderit. Që po na jepni mundësinë. Faleminderit juve që na përcjellni. Po, edhe kish na bëni falenderim shumë të madh mjekut Edis Aliaj nga Prizreni, punon në emergjencë. Emrin edhe një çu ka mjeku? Mjekun Edis Aliaj. Edis Aliaj. Po. Mjek emergjencës, po, për çka? Në emergjencë në Prizren, punon kur jam kon e smunte pi Covidit, e falenderoj shumë, më ka këqyr, më ka ma ka pështu jetën, me gjithë shumë e përshëndes. Faleminderit shumë, tamam specifike përgjigje me detaje me gjitha. Faleminderit shumë Selvia. Për çka kena prit thot më shumë se përgjigje. Ma në fund. Faleminderit shumë ty që na ke thirr. Faleminderit e shëndet Selvia. Faleminderit edhe për juve ditën e mirë. Faleminderit. Ciao. Edhe lista mjekëve që kanë bë të pamundurën në kohën e pandemisë është e gjatë, më thon krejt mjek në gjitha institucionet, në gjitha spitalet janë për mu falenderu, po janë disa kështucim specifikisht që tha edhe Gazi, dikush vret që e bën punën pa përtesë edhe me shumë dashuri. Po dikush do të thonë ka obligim. Ka marrë ka zgjedhur çat profesionin. Kryen gjatë, a ka mjek që merr vetë drejt. Është mos na lënë kesh. Ndaç mos kesh me rëndsi punën krye. Swiss Diamond Hotel Prishtina për juve që doni me shku me falenderu veten për gjithçka që keni bë, mundeni me shku me ja bëni falënderim vetes tek status spot e mrekullueshme. Ka shumë si masazhe, shërbime atje që mundeni me i pa në ato spate mrekullueshme, kështu që ndëgjoni, ju që doni me falendëru veten 038 220 000 edhe shkoni e falenderoni veten kur tulni aty. Me një Japanese head spa e kisha falendëru veten. Edhe i thu faleminderit, je shumë i mirë, faleminderit. Vetes pak se do të kanë edhe veten me falendërim. Im shela syt. Ai provove domethënë. Ja po vetes faleminderit. Ai thu vetes faleminderit. Ani herë po. E sot është ajo dita që kisha pas nevojë me falendëru veten me një. E kisha falendëruar aty veten, ha. Hajde telefonata e radhës. Hajde faleminderit edhe ty, domethënë që po unë po shoh që Viber po e ka një problem. Po folti, viste bëni listë. Për Rubinin se e pash gjatë vikendit që ka pas kogja shumë dasma, kanë kena hyj tashmë në sezonën e dasmave. Kështu që nëse po mendoni për me bë dhurat një stoli të përjetshme, një stoli me diamant ose me ari 14 ose 18 karat, shkoni në Rubin, e keni në Albin katin e dytë, pikën tjetër e keni në rrugën Garibaldi në qendër qytetit, edhe dy pika tjera i keni në Ferizaj. Na ka dërguar një foto Fatoni, na tregon që është në rregull hyrja në Prishtinë deri tek udhkryqi i Santes me vazhdu tutje për tek udhkryqi i katedralës. Kolon shumë pak domethënë. Alo, përshëndetje, telefonata e parafundit. Përshëndetje. Hajde Asman, si kalon? Mirë, faleminderit. Qysh ka kalu dita sot mirë? Po mirë, fantastik. A ke me falenderu dikon Asman? Po. Kon? Mirë kemë që më ka operu. Para në mure. Do më thonë mjekun që... Ridvan Krasniqi që më ka bu. E ke falenderu edhe një ditë. Ridvan Krasniqi, e ka falenderu edhe një ditë Ridvanin. Okej, Asman, faleminderit ty që na ke telefonu.
Pa shnetën këtu në Kalofshmir, që me rëthimën të fundit se... Hajde. Që kodë të qike e djenë, ata që më dimujnë. Pasha zëti, që kohë majma të zëti, që ata vetëm ka boti jam e baleristune, që të më dimujnë. Okej. Qka kush hini, kush dul qa u bu? Qështu po përzije, do më thonë, po na bin tap, plap, që me rrët fundit? Ja, i kena hina i kujna në shpeja për ndokët. Jo, na hini, u konë të folë me dikon tjetër që atje... Okej. Alo, përshëndetje, telefonata e fundit. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ilmia. Hajde, Ilmi, qësh je? Mirë, falenderit, jo që... Mirë, jemi edhe na. Tërgom Ilmi, këne kështë falenderu ti sot? Valla, ju dyve bashkë. Se bre? Qa përbojmë na? Por të dhëtë edhe e jatë një emisionin shumë relax, në relaxon. Faleminderit. Po dikën tjetër? Edhe arsimin. Ta s'pusim pak. Unë e thashë ju dyve. Po të ju dyve dhe arsimin veçanti do të me thonë. Pa qef kë. Unë e thashë ju dyve, njëjtë është që... Aj gore po Ilmi. Ale. Dikën tjetër shpejt? Po prend, edhe ku më thonë dhe nërë, mama te. Okej. Faleminderit shumë edhe përshëndes shumë. Javë të mbarë. Javë të mbarë edhe kujdes është një javë kogja e nxehtë. Kështu që mundohuni me konsumu sa më shumë ujë, sa më shumë proteina, edhe ushqime të shëndetshme në përgjithësi. E keni linje në zot në çdo market të Kosovës. Keni pudinga të ndryshëm, pije të ndryshëm, shkruan aty zot, ZOTT me 27 gram protein, pa laktozë, pa gluten, pa sheqer, të shijshme, të ftohta edhe të shëndetshme. Ka shu dikush një mesazh të gotë, kështu më falë pa e zxota pak në shajtë, se ma vonë e lexojnë asë është problem më stani, se shkurtojnë anajra, atojnë atë që të ditim. Faleminderit shumë se cilit prej juve, me të vërtet faleminderit se cilit prej juve që jeni pjesë e këtij emisioni, faleminderit për telefonatat, për mundin që e merrni me na telefonu. Ju vazhdoni shoqëroni me Glam Radio, me Koa Vizionin dhe mos harroni me bo ata që doni me bo gjithmonë me hap shumë dashni, paqit, plot shëndet. Shumë dashni Glam Radios edhe përmes rrjeteve sociale. Kemi fresku madje edhe profilin ton Facebook me një Summer Edition jalash emrin kështu të Glamit, kështu që like, subscribe edhe në kanalin tonin në YouTube, edhe follow në faqen tonë në Instagram. Përndryshe, ju që s'keni mundësi me vazhdu me na dëgju në pjesën e dytë, shihemi nesër. Tung. Check Glam Radio out online at www.glamradio.al.